ata të cilët janë nxjerr të dështuarit nga Partia Demokratike e Kosovës, nga AK-ja, e dorën zemër edhe tek ne, pra edhe tek LDK-ja, kanë shkuar në lëvizje vetëvendosja. Dhe këtu nuk do mend sepse kjo dihet tash, ndoshta nuk është e qëndësishme të përmenden me emra, por dihet duke përfshirë edhe vetë zotin Kurti se ka qenë i afërt, ka qenë një njeri me bindje të majta, pastaj dihet se zoti Konjufca ka qenë pjesë e një shërbimit parapolitik që ishte themeluar nga zyrtarët e PDK-s. Pastaj kështu ti shkojmë me radhë të gjithë sfeqle të tjerë. Prandaj kjo taktike është e ulët, madje edhe deklarata sot me zotit Konjufca ku thotë se po presim LDK-n, si thot populli për çaj dhe sundo. Pra është shumë djallëzuese dhe unë nuk e di se ku çon kjo, por natyrisht se në degradimin e demokracisë në Kosovë. Thjesht kemi ardhur në një pikë kur delegatët të Lidhjes Demokratike të Kosovës duhet të zgjedhin mes shkuarës dhe mes të ardhmes. Pra, nëse duan një LDK të fuqishme, do ta kemi edhe një Kosovë më të fuqishme, më demokratike. Nëse duam një LDK të përdosur, të shkatruar, vazhdojmë me Lumir Abdigjikun, i cili dihet se në çfarë gjendje ka çu LDK-n dhe natyrisht duke i shërbyer me vetëdije Albin Kurtit. E qartë, kalojmë tek